Fshati Vagalat i Sarandës këtë të mërkur në fest. Në Vagalat është festuar dita e shenjtë e Shën Donatit, një fest kjo kushtuar figurës së shenjtë të kryepiskopit të zonës së Sarandës dhe igumenisës, atit të shenjtë që veproi në të mirë të banorëve shumë vite më parë. Prezent në festën e Vagalatit për nder të peshkopit ishte kandidati për deputet i koalicionit Alianca për Shqipërinë Madhështore nga radhët e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Petro Gjikuria. Gjikuria i shoqëruar nga kreu i Omonjas në Sarandë Vasil Kano, si dhe ish kreu i Omonjas Leonida Papa, takuan përgjatë festës banorë të zonës. Një fshat ky ku në krahasim me vite më parë kanë mbetur pak banorë, kryesisht mosha e tretë. Një zonë kjo e cila prej vitesh vuan pasojat e emigrimit masiv, që në festat të tilla ndihet edhe më tepër. Një shtrëngim duash dhe një përqafim me ata pak banorë që kanë mbetur në fshat, duke treguar për ta shenjë respekti si kontributor tashmë të Vagalatit që po jetojnë e po kontribuojnë aty ndër vite. Përgëzime nga banorët e zonës për kandidaturën, teksa i kanë uruar suksese në garën e tij të mëtejshme. Sigurisht në ato pak fjalë të tyre, banorët u shprehen të bindur për fitoren e kandidatit Gjikuria, si dhe përfaqësimin e tij dinjitos të fshatit e të gjithë qarkut të Vlorës. Festa e fshatit Vagalat festohet në qendër të fshatit, pranë kishës që mban të njëjtin emër, në përkujtim të njeriu të mirë të Perëndisë Shën Donatit.